Zyra e Rregullatorit për Energji Elektrike ka mbajtur takim me përfaqësues të mediave rreth tarifave të reja të energjisë elektrike. Po i them që nuk është qëllimi me kamera. Fillimisht nga ZRE insistuan që takimi mos të përcillet me kamera. Mirë po kërkesa e ZRE-s u kundërshtuan nga gazetarët. Pas paralajmërimeve të përfaqësuesve të mediave për bojkot të takimit, ZRE vendosi që të jetë transparent për publikun. Nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike përmendën shkaktarët që kanë ndikuar në kërkesën për shtrejtim të rrymës. Shkaktari kryesor është çmimi që ka ndodhur në bursat e energjisë elektrike dhe për cilën Kosova e ka bërë. Ky është shkaktari kryesor, do të thotë nuk ka përshtatje tjera. Në rast se rriten tarifat, të njëjta do të zbatohen nga 1 maj. Vendimi i cili do të pritet mu marrë me 11 këtij muaji do të kenë fuqi prej datës 1 maj. Gjatë takimit ZRE pranoi një koment nga gazetarët i cili lidhet me transportin e energjisë elektrike. Po spjegohet edhe që kjo që problemi ka qenë që ka pas blokad të autostradave energjetike për i ka transmetuar energjia elektrike. Kjo është thonë në shumë raporte, nga sa ki drejt, po pajtona me ty që është dosht me marrë si koment. Sa është që kjo që ka marrë pjesë kryesorja, domethënë kostoja e transportit të energjisë, kjo është përgjithësi instruksioneve, kostit, a kanë bërë ankesa sa duhet menco, qoftë ndaj servisit, qoftë ndaj Shqipërisë nëse ka pas blokadë, po flas. Ne marrim si koment zyrtar, edhe përgjigjen ndaj komenteve, unë mos vërty. Në lidhje me kërkesën e ZRE-s për takimin konsultues me media pa praninë e kamerave, reagoi gjatë së hënës Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. AGK-ja aftoi ZRE-n që të sigurojë publikimin dhe hapjen e të gjitha diskutimeve që çojnë në marrjen e një vendimi përfundimtar që qytetarët të informohen në mënyrë të plotë.